rikthemi në serën e agrolimi ku Beka ka vjell ditë më parë domate edhe i ka shitur me sukses. Tash do e bëj sefte për 2025-ën. Tash këta veqe aje i zoti me vjell. Qëre, nëse të spërkatja, si ti kalon 2 javë, bima e spërkato që i lejon bujësia, që i lejon mjekësia preparatet për me mbrojt trupin e njeriut, njëjta dhe bujësia i ka për me mbrojt bimën. Se këtu ty e pa ty duke ta ngrën krymit i sëne, lojsh pa mbrojtët se miza. Më thonë mas 1 javë, mas 2 javë në fakt si stërpiket, konsumoj e lirish zijet që nuk usë spërkat hiq. Tjetra, do thënë, po këto janë për aerose që në bo. Mirë po qëto, me bo me vjell, me lon natën, brenda në kamion ose në kombi, natën, ku të qohësh në mëngjes, ku të zgjohësh, e ke kuq. Ma shumë kuqet qatë metodë që njerëzit se din to, se sa kështu natural. Më thënë e hapa kur farve zese. Në krush e jo bac. Jo me helm, jo pa helm. Jani budalloqet ka i bojnë atje. Ky babën e ka pas agronom. Vetë është djali mirë, ja lanë zotit. I pjek zotit me në kod vetë këta. 1-2 komentojnë një spërkatja, pas spërkatja ekziston në Japonije, në bashka shtete bashkohore, normal që spërkaten, po jo ndo preparate që nuk lejohen. Edhe aty duhet me ditë me bo dallimin, dhe me thënë. Si mjekësi. Njëjt e ki barna që s'lejohen, po ki barna lejohen, mjekut i lejohen atu nga tjeta, tu nga tjeta. Më knaqi. Sot temperaturat janë 20 gradë Celsius, 40 gradë në zajtë. Grunet veç kanë fillu, ka hy kombanja. Oj Kosovo, nëna ime, dorë se jamo, i vërguar, dashnin tante zemra, kur s'ka me harru. Zet është, vap e madhe. 2 zet. Nuk furnizum me naft. Dhe si pënon kjo qëra, une e mbusha plot për me shkun deti ky në rezerve ka qitë. Nuk i pënon ky far matësi.